shpejt, mund të them, personave të dyshuar, minimalisht ndyshimin e bazuar edhe është caktuar para burgimin. Unë kam disa pakënaqësi në raport me gjithë aksionin. E para, një tentim për me promovu punën, për shembull, siç është fjala, Muhameti e ka meritu drejtësinë, nuk drejtësia është për Kosovën. Institucionet e zbatimit ligjit, prokuroria e shtetit dhe policia kanë obligim ligjor me zbatu ligjin, pavarësisht në këtë rast ka qenë miku em tani më i ndjeri e rreshteri i policisë Kosovës, të gjithë meritojmë drejtësinë dhe është punë e policisë Kosovës dhe prokurisë për me vendosur para drejtësisë të gjithë ata që kryjnë vepra të rënda. Po, absolutisht, mbase sentencat e tilla marrë parasysh është goditur uniforma, kur goditet uniforma është e dyta që është shumë e rëndësishme, është shumë e saktë ajo, megjithatë ne kemi pasur edhe raste të tjera ku janë privuar nga jeta pjesëtarët e policisë Kosovës. E dyta që është shumë e rëndësishme, kemi shpërputhje deklaratave në fillim me rastin ku prokuria e Ferizajt kishte deklaruar, kishte dërguar dyshimin rreth një djegje të një lokali që tani vetë e ka kundërshtu. Dhe këto deklarimet e shpejta mu më bëjnë jo të mendoj mirë, posaçërisht elementi i tretë që është për mua mjaft i rëndësishëm, deklarata e ish gjyqtarit tani avokat Musa Koxheli, i cili tha se klienti i tij ka thënë që ka një alibi se s'ka qenë në atë kohë. Çfarë dihet për këtë grup? A ekziston ky grup në të vërtetë se ata po e mohojnë në secilin variant avokatët pjesë e mbrojtës? Rinia Islame është një organizatë fetare që është në Kaçanek dhe të njëjtit, madje këto 2 ditë mediat kanë shkput nga aktivitetet e tyre. Keni parë ku të njëjtit kanë bërë ligjërata thirrje të ndryshme islame. Në TikTok kryesisht. Kryesisht në TikTok janë nga Rinia Islame, një organizatë që kishte themeluar Lavdër Maxheri, mos ta harrojmë një fakt. Dhe se të njëjtit edhe parë nga publikimet që janë bërë kanë qenë të arrestuar në ndyshimin për veprat që kanë të bëjnë me organizim të aktiviteteve fetare. Jo të gjithë në rastin konkret, por që kanë qenë një grup dhe kanë pas komunikimet përbashkëta, kjo është e saktë, i gjithë Kaçaniku i ka njoft, e ka ditë, kanë qenë të ekspozuar. Që gjithë këta shtatit e kanë pas dikur, e kanë pasur një lloj inspirimi, idhull, ose një lloj drejtuesi Lavdër Maxheri? Ju e keni pa një nga videot që është publikuar këto ditë në media, ku në ditën që ka dalë nga burgu imami më i dënuar për çështjet e terrorizmit Zakaria Çazimi, të njëjtit të 2 nga të arrestuarit ishin prezent për ta pritur daljen e tij nga burgu. Dyshohet se të njëjtit kanë marrë pjesë edhe në aktivitetet